Lorida Mani është me mua në këtë lidhje të drejt për drejt për më shumë informacion dhe detaje nga dëshmit e dhëna në polici, si nga nëna ashtu edhe nga gjyqja e fëmijëve. Lorida. Të përshëndes Esmeralda, fillimisht pas ditën e djeshme, policia e Durrësit është vënë në lëvizje pas një denoncimi fillimisht në rrjetet sociale dhe më pas të denoncimit të banorëve të lagjes 13 në plazh, ku bëhet me dije se 3 fëmijë të moshës së mitur janë lënë të vetëm në banesë dhe bëhet me dije se nuk kanë shkuar në shkollë për 1 muaj, po ashtu dhe kanë mbetur pa ushqim dhe në të ftohtë. Në këtë rast mësohet që po pas ditën e djeshme, gjyqja e fëmijëve ka denoncuar në stacionin e policisë në plazh se fëmijët janë braktisur nga ish-nusja e saj, pra nëna e 3 fëmijëve, identiteti të cilës bëhet me dije të jetë Blerina Basha, e cila ka denoncuar se ish bashkëshortja e djalit të tij ka braktisur fëmijët, pra duke i lënë vetëm prej rreth 1 muaj, po ashtu të cilët nuk kanë shkuar as në shkollë, nuk kanë pasur mundësi as të ushqen, por gjithashtu edhe në kushte minimale jetese. Menjëherë pas denoncimit dhe publikimit në rrjetet sociale është bërë i mundur procedimi penal për 33 vjeçare, nënën e 3 fëmijëve, Blerina Basha, për keq trajtim i të miturve. Ndërkaq bëhet me dije se në dëshminë e saj të dhënë përpara policisë së Durrësit, Blerina Basha, nëna e 3 fëmijëve, ka deklaruar përkatësisht se kam 3 fëmijë, 5, 10 dhe 12 vjeç, kam 5 vite që jam e devoncuar nga burri dhe punoj si banakjere. Të 3 fëmijët i lë së bashku kur shkoj në punë, sepse paguajm 400.000 lekë në muaj dhe 300.000 lekë paguaj vetëm qeran. Nuk ka mundësi të rri me ta gjatë gjithë kohës, por kur nuk do t'i braktis. Ky është një kurth i ngritur nga ish vjera, e cila më ka paditur se po i braktis fëmijët. Nuk e di nëse mund të ndodhë që dikush të hyjë në shtëpinë time pa leje dhe të më denoncojë në polici. Djali i dytë është i vuajtur nga epilepsia, kam shkuar gjatë gjithë kohës me të në spital për kurim, por tani është më mirë, ndërsa babai i fëmijëve ka qenë në burg në Itali për 5 vjet dhe tani mund të jap vetëm 180.000 lekë të vjetra për mbajtjen e 3 fëmijëve në muaj. Fëmijët nuk do t'i braktis kur, jam nën dhe do t'i mbroj, nuk i lënë në jetimore. Kjo mësohet të jetë deklarata edhe përpara policisë së Durrësit e nënës së 3 fëmijëve 33 vjeçare. Lidhur me këtë rast, në fakt, ka reaguar edhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila ka bërë të ditur se të 3 fëmijët dhe nëna ndodhen pranë Spitalit Rajonal të qytetit të Durrësit, ku po marrin trajtimet e nevojshme. Gjithashtu kanë bërë me dije se edhe të 3 fëmijëve i është siguruar ushqim dhe veshmbathje. Megjithatë, Ministria ka bërë të ditur se do të mblidhet grupi teknik ndërsektorial për të vjuar më pas se cila do të jetë vendimarrja për të 3 fëmijët. Ndërkaq hetimet vijojnë ende për këtë rast dhe do të shohim në vijim se cili do të jetë fati i mëtejshëm i 3 të miturve të braktisur në banesë prej 1 muaj nga nëna e tyre, e cila ka dëshmuar se nuk do të braktis kurrë fëmijët dhe se ndodhet në punë dhe po punon për të mbajtur familjen pas kushteve të vështira ekonomike, Esmeralda. Faleminderit, Lorida.